Besoj që po, i gjithë sezoni që presim këtë vit, besoj që do t'jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rërë fantastike, dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky t'jetë një sezon shumë i suksesshëm, jo vetëm këtu në Darzez, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit Fierit. Pasti edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë. Unë konstatoj me kënaqësi që sot është dita e parë, hapja e sezonit turistik, dhe ju e shikoni vetë se çfarë pjesëmarrje fantastike ka. Dhe plazhi në fakt ka filluar, kështu që besoj që kështu do të vazhdojmë deri në fund. Të rejat ose ajo çfarë bën të veçantë këtë sezon për Ky së pari ne kemi bërë një shpërndarje më të mirë të gjithë hapësirës plazhit, duke ruajtur raporte drejta dhe sipas përcaktimeve ligjore të plazheve private dhe plazheve publike. Në ato që konsiderohen si parcela ose plazhe publike, ne si bashki kemi marrë gjitha masat, kemi shtuar numrin e vrojtuesve këtë vit, kemi shtuar numrin e kullave të vrojtimit për tritur sigurinë në plazhe. Do të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe me privatët në këtë drejtim dhe për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë rrezik në këtë pjesë. Gjithashtu, siç e thash në fillim, edhe investimet e kryera, tashmë në Darzez vjet shumë lehtë, shumë shpejt dhe shumë më mirë pasi për gjithë fierakët, por jo vetëm, mjafton që nëpërmjet bypassit të vish tek kthesa e Apollonisë edhe me rrugën e re që kemi bërë, që ka përfunduar para disa muajsh, vim shumë shpejt dhe shumë mirë në Darzez. Ndërkohë jemi duke punuar për të kryer të njëjtat investime edhe në Bregdetin e Semanit, megjithëse për hir të vërtetës, Bregdeti i Semanit vazhdon të ketë pak ato probleme që ka me ekspansionin e detit në një pjesë të tij, por pjesa tjetër është ende shumë e mirë, është njësoj si Darzeza, është shumë e përshtatshme dhe besoj edhe aty me investimet që do të kryejmë do të kemi dy pole shumë të rëndësishme të Bregdetit të Fierit. Ndërkohë Pishporua si gjithmonë ngelet një perlë më vete, ngelet një thesar i fshehur, ngelet një gjë totalisht e virgjër dhe ndofta këtë vit ajo do të jetë që mund të ftoj njerëzit për ta zbuluar pjesa e Pishporos. Aty jemi duke menduar në fakt që mund të hapim edhe një fushë të madhe për të joshur dhe për të sjellë turistët që vinë me rulota, sepse vetë struktura e Bregdetit aty është e tillë që e mundson dhe e lejon shumë mirë këtë gjë. Mjafton që atje të çojmë ujin, të çojmë edhe pjesën tjetër për pjesën e shkarkimit të ujrave të zeza apo energjinë elektrike dhe do të jetë një gjë shumë e përshtatshme, edhe pjesa e Pishporos. Ndaj unë me shumë kënaqësi uroj të gjithë pushuesve fierak, le të jetë një sezon i mbar, le të jetë një sezon i mirë për të gjithë, gjithashtu edhe juve ju uroj dhe shumë faleminderit të gjithëve.